Ka dështuar dhe i model zhvillimi që thot krau i liri punës do na nxjerr në dritë. Jo, nuk është e vërtet, sepse njeriu nuk është robot, njeriu nuk është kafshë pune, fundja dhe kafshë e punës, një moment po nuk pushoj ngordh, po nuk ëmbri tagjia sa ç'duhet prap ngordh. E këta e kanë trajtuar njeriu shqiptar, të riun shqiptar, vajza apo djalë qoftë, e kanë trajtuar vetëm si krah lirë pune, dhe këta krah që nuk janë vetëm krah, po janë krah të një mendje në fund fare kanë vendosur që t'ikin nga Shqipëria. Ne kemi kryeministri që ka luajtur mendsh. Zakonisht diktatorët presin 20-30 vjet para se të shmenden. Ky hyni as 10-12 vjet edhe ka luajtur nga fishiri fare. Dje u tall me personat në aftësitë kufizuar. Si ka mundësi kryeministri një vendi përdor me nënçmim fjalën autik, si ka mundësi qeveria e cilit u jep familjeve të personat me aftësitë kufizuar 130.000 lekë vjetra pension. Me 130.000 lekë vjetra pension ti t'jesh në shëndet plotë nuk dalin me mbjetu fizikisht. Dhe ky kryeminist në vend që t'jap llogari tallet me njerëz me aftësitë kufizuar, tallet me burra, tallet me gratë, tallet me fëmijët, tallet me poshuarit, tallet me këto. Sot e kam 2 vajza mësuese. Ti e kanë shumë vështirë me dhënë mësim. Se në çdo orë përmendet Kalashnikov. Çdo orë mësimit përmendet Kalashnikov në klasë, ku jep si vajza e emës janë tek shkollat, më të mirë bele, po them. Edhe këtë po them. Në shkollat më të qeta dhe çdo orë përmendet Kalashnikov. Ftoj të gjithëve që secili të përpiqet që të sensibilizojnë sa më shumë njerëz mbi programin e kësaj partie, që kjo parti si një ere Cipollini të forcohet. Ne vërtet nuk jemi shumë në këtë kohë, por kjo parti është e ardhmja e Shqipërisë. Bëra një llogari kur ka hyrë Sali Berisha në politikë, rezultate 57 vjet më parë është bërë antar i Partisë Punës. Tash dreqi ta haj 57 vjet, edhe nuk i shkulet politikës, i është ngulur me thonjë, kam përshtypje edhe në botën tjetër ka për ta nxjerrë dorë nga varri e thot, më keni këtu mua. Si ka mundësi këta njerëz që nuk kanë asnjë pasion tjetër në jetë, përveç se të sundojnë, përveç se të korruptohen e përveç se të na poshtrojnë.